Kurti e shkarkoi Orbër Vukrën, zëvendës ministrin, sepse ky tha se ndërkombëtarët janë fajtur për trazirat në veri, çka në fakt ka qenë rrëfim i vetë Kurtit. Po kush është Orbër Vukri? Orbër Vukri është shok i mëdhshëm i Albin Kurtit, i cili ka marrë pjesë që nga protestat kundër planit atisarit e deri te ngujimi i fundit i tij së bashku me Lulzim Hetemin, kur shkuan atje kryetarët e komunave veriore. Polici i cili e kopi maturantin në veri të vendit, cilët po defilonin, është transferuar në Jug. Drejtori i policisë doli në konferencë për media me na tregu se ai polic u transferu në Jug dhe se me të do të merret IPK-ja. Tjetra, Kfori po i hap rrugët të cilat i kishte mbyllur policia e Kosovës në veri të vendit. Janë disa rrugë të cilat policia e Kosovës i ka mbyllur në veri, për cilat kanë thonë se i shërbejnë kontrabanduzve dhe kriminalve. Po të njëjtat rrugë Kfori është ashtu i hap, edhe asnjë zë prej policisë së Kosovës. Çka po ndodh? Domethënë këtë këtu aksione paraprakisht kanë qenë rrëfimi i Kurtit për sovranitetin. Por Kurti po zbrapset. Ata që janë afër Kurtit, siç duket, nuk po e lexojnë këtë zbrapsje të Kurtit. Kurtit, cilit po i vyn pushteti, më bë edhe një herë kryeministër, siç duket po dëshiron me i bind ndërkombëtarët, ose e ka për një me, ose po dën me i lajthit, se kë mundet me qenë kryeministër normal edhe për një 10 vjet a 15 vjet i Kosovës. Por ajo çka duhet ta dinë ata që bashkëpunojnë me Kurtin, që nga ministrat, zëvendës ministrat, policie e gjithë çka ka për jeti i Kurtit, duhet të kem kujdes, sepse në këtë periudhë kur Kurti po provon me i rregullu marrëdhëniet me ndërkombëtarët, ka me pas pasoja në mes. Cilat janë pasojat? Pasojat janë për këtë ata që nuk e lexojnë këtë çështje të re të Kurtit. Pra polici transferohet në Jug, IPK-ja merret me të, Orbër Vukri shkarkohet, Xhelal Sveçlan nuk guzon me shkru asnjë fjalë për rrugët të cilat po i hap Kfori. Kështu që ju bëj thirrje gjithë njerëzve që jeni afër Kurtit edhe ju që diktoheni nga pushteti i tij, të keni kujdes derisa të formohet qeveria, sepse është ka i dohet pushteti. Që ka që pota?